sa i përket çështjes së trupave amerikane në Kosovë, ne po vazhdojmë të kemi konfirmim që ushtria amerikane do të jetë prezent në kuadër të KFOR-it. Përveç prezencës ushtarake amerikane në kuadër të KFOR-it, ne jemi të interesuar dhe po vazhdojmë që të diskutojmë pikërisht me SHBA-t për prezencë ushtarake amerikane dhe jashtë mandatit të KFOR-it, pra në aspektin bilateral, duke qenë pjesë e aktiviteteve të përbashkëta me forcën e sigurisë së Kosovës në Republikën e Kosovës. Pra në dy drejtime jemi duke diskutuar prezencën ushtarake amerikane. Një që ndërlidhet me vendimarrjen e vet tyre për të vazhduar të jetë pjesë e KFOR-it, dhe e dyta përmes bashkëpunimit që kemi në aspektin bilateral, duke dhënë mundësi vetës, por edhe SHBA-ve që të kemi prezencë në Republikën e Kosovës si në aspektin e trajnimeve, por edhe ashtu shfrytëzimit të hapësirave tona për qëllime të përbashkëta strategjike. Dhe dihet që tashmë kemi dëshmuar që ne jemi shtet i aftë, një qeveri i aftë, kemi institucione të afta për të pritur edhe ushtrime të mëdha ndërkombëtare, siç ishin ushtrimet Defender Europe, dhe këtë vit gjithashtu, përveç që do të jemi vend pres prap, përveç që do të marrim pjesë me trupat tona në kuadër të këtij ushtrimi, ne do të kemi në Kosovë një komandë të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të drejtojë nga këtu gjitha trajnimet që do të ndodhin në regionin e Ballkanit Perëndimor. Kurse pyetja për fabrikën e municionit, ne po vazhdojmë që të vlerësojmë pozicionimin e kësaj fabrike. Normalisht që për ne është shumë e rëndësishme që të ndërtohet në një vend të sigurt, jashtë rrezës së veprimit të rrezikut që mund të vijë për këtë fabrikë, dhe më mundshmi është që do të ndërtohet në pjesën perëndimore të vendit tonë.